Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të bëjmë një ditë diskutim se i përket ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë, një ndeshje e cila përfundoi në barazimin 0-0, por në fund, siç e kemi thënë gjithmonë, do paktën nga ana jon është Shqipëria ajo e cila humbi 2 pikë dhe Serbia e cila fitoi 1 pikë në një takim ku për kuqëzim ishte fitoria një detyrim për të kërkuar që të marrim atë vendin e dytë, që mund të kemi ato shpresat tona për të shkuar në botëror, sepse edhe me vendin e dytë, siç e dim nga formula, nuk shkon, nuk t'jepet direkt ajo bileta e botrorit, por duhet të përballesh edhe me 2 kundërshtar të tjerë për të eliminuar ata dhe më pas për të shkruar historinë së vërtetës, sepse në botror nuk kemi qenë asnjëherë më parë. Sot do të bëjmë një analizë me trajnerin Ditmar Bicaj se përket këtij takimi dhe disa detajeve që do të diskutojmë më vonë. Ditmar, përshëndetje. Përshëndetje. Ditmar, dua që ta nis edhe këtë herë, dua ta nisim pak zjarr, a e degeneroi Armando Broja mbrojtësin e Milanit Pavlovicin apo jo, si do dje i dueli? Se të gjithë po e presim me vëmendje Armando Broja, Pavlovic, ishin 2-3 raste, 2-3 shpërthimet e tij, edhe jemi në Brojën e formës më të dobët supozohet në letër, ë? Broja nuk është se degeneroi vetëm Pavlovicin, Broja ka degeneruar shumë mbrojtësa, sepse shpejtësia e tij është dhurat nga i Malli i Zot, është lojtar që me atë staturë që ka, dhe ti je aq i shpejt. Janë shumë trallë futbollistët, po Broja është si puna e Luanit, nuk e di forcën e vet. Edhe po ta di forcën e vet, ti je i sigurt që do ta shfrytëzoj më shumë këtë lloj potenciali që ka. Dha 2 shkëndija jashtëzakonisht shumë të mira që për ekipin serb ishte dhimbje koke, është futbollist jashtëzakonisht me një potencial shumë të madh, por që mund të bënte më mirë. Dje ishte shumë situata kur nuk e kuptova edhe unë vetë që pse kthehesh gjithmonë mbrapa, ndërkohë që ishin situatat 1-1, nuk e kuptoja këtë, duke parë që është shumë i shpejt, duke parë që edhe kundërshtarët i ndruheshin dhe pak të friksuar, nuk e kuptova këtë lloj strategjie jo vetëm Brojës, por edhe të Aslanit në shumë raste që futbollisht që vertikalizon jashtëzakonisht shumë mirë, por që në shumë kohës gjithmonë kthehesh me fytyrë nga porta jon. Kështu që ne nuk e kërkuam fitoren, ne thjesht u futëm por mos ta humb takimin dhe nuk meritonim të merrim më shumë, do të jemi realist, pavarësisht se penaltia pastaj mund të kthehej në gol, por për mënyrën se si shkoi loja, me përjashtim të tre futbollistëve që do t'i quaja më të mirët, duke filluar me Julian Sheun, Elsej Kyten dhe një performancë e jashtëzakonshme, edhe Thomas Trakosha, të jemi sinqert, ka bërë një takim jashtëzakonisht shumë të mirë, pozicional, loja me këmbë 10, gjatë gjithë kohës e kam parë që disa lojtarëve ka jetuar shumë lojën, por mbi gjitha ka qenë i përqendruar gjatë gjithë kohës. Kështu që edhe për Strakoshën kam një notë pozitive. Do ndalemi Ditmar edhe te detajet e ndeshjes, por dua që të përmend pak atë momentin kur mbrina i top i gjatë aty për Brojën, Pavlovic ishte më i avantazhuar për ta kapur atë top, Broja me të spritin e vet fuqishëm, me befason duke marrë topin. Por ajo që mua bëri bie se u çudit po sa Pavlovic dhe lojtarët e Serbisë u çuditën edhe lojtarët tanë, Mana dhe Arber Hoxha, të cilët nuk arritën dot ta sulmonin atë zonën boshe që do të ishte më e pastër edhe se vetë penalltia ishte vetëm një shtyrie topi drejt rrjetës. Unë kam qenë partizani Arber Hoxhait dhe jam prap, por shumë veta thonë si ka mundësi s'kishte asnjë njeri aty, nuk ka njeri në zonë sepse hapat e Brojës janë zakonisht shumë shpejt dhe shumë e vështirë që ta ndjekësh. Po, nuk e ndjekën dot tjerë. Normalisht, po të kishte qenë Arber Hoxha, ai topi para kaluar aty do ishte shtyrë për rrjet, por që është edhe shpejtësia e Brojës që bën që edhe shokët e tij të rinë shumë mbrapa, edhe kundërshtarët. Kështu që më e mira në atë rast është ta kishte godit portën vet, por mbi gjitha shërbehet në mënyrë më të mirë nga Hysaj, një top vertikal, çka do ishte bërë më shumë dhe më shpesh nga ana e Aslanit, por edhe Hysaj. Bravo, po. Sepse është lojtar shumë i shpejt dhe ne ato 6 minuta që kërkojmë ta kemi kush Brojën, duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht dhe duhet ta shtrydhim. Ditmar, më fal, se dua të ndërpres, po duhet të bëj një pyetje sepse më lini një ide nga kjo që ti thua me drejtë që edhe unë vura re që nëse kishte një njerëz dje që po shërbente Armando Broja vazhdimisht, ishte Elsej Kyten që kërkonte ta shërbente gjithmonë. Por kur kemi para këtë kombëtaren e Silvinjës apo këtë kombëtaren e re, të cilës
ne ndrojmë gjithë që të shkojmë në botëror, janë ato 2 pikat kyçet tona për emrat e ekipeve nga vinë. Christian Aslani Inter dhe Armando Broja ende pjesë e Chelsea. Dhe përse këta 2 lojtarë nuk e kanë atë kombinimin, nuk kanë parë akoma që Aslani të shërbej Brojen, gjithë atë presin evropian, pra ato topat e gjatë fantastik që Aslani i jap shpesh te Interi, pse s'po gjen dot korridorin me Brojen? Ka një mungesë bashkëpunimi apo komunikimi, nuk e kuptojnë lojën njëri tjetrit. Le të ketë mungesë bashkëpunimi, le të ketë edhe mungesë komunikimi. Fjala trajnerit është ligj. Nuk e di se çai kërkon trajneri Aslanit, por duke pasi futbollist si Broja, duke parë që ekipi kundërshtar gjatë gjithë kohës shumicën e rasteve ishte i hapur, direktivat normalisht do të jenë sapo merr topin hidhi Brojas. Me shpejtësinë e tij, në shumë raste nuk është se e kam parë, por tani ka ardhur momenti si Broja ashtu dhe Aslani nuk janë më djemë të rinj, se kur kanë qenë tre i kemi mbrojt shumë se do rriten se do rriten, tani ka ardhur momenti të marrin përsipër tek ekipi kombëtar, kështu që nuk janë më djemë të vegjël, janë rrit, janë burruar, kështu që ka ardhur momenti që të marrin përsipër dhe të bëhen liderat e kombëtarës. Në fund, kur Broja është zonësuar, kemi parë që ka pasur një diskutim me Silvinjon. Besoj se sa më shumë për pjesën e minutazhit do të jetë një diskutim për pjesën e krahut. Broja ishte i pakënaqur që vazhdoi, po mbetej aty në krah, ndërkohë që mund provonte pjesën e sulmuesit të qendrës. Por ty do të ishte një lëvizje dur apo mendon se ishte i konsumuar Broja në ato momente për ta bërë si lëvizje pjesë dytë? Manovrimet në lojë i bën gjithmonë trajneri. Pra trajneri është kirurgu që ndërhyn atëherë kur duhet. Lëvizjet duhet i bëj trajneri. Nuk më pëlqen diçka që duhet çot popullin këmbë që të kërkojë që të futet daku, ndërkohë që trajneri ka 58 minuta në lojë dhe nuk arrin të lexojë pikat e dobta që ne kishim. Nuk mund të futet lojë daku me pëlqimin e tifozërisë, sepse u desh të çohë gjithë stadiumin në brohoritje për të futur dakun, pastaj veproi trajneri. Nuk është profesional edhe për atë. Është një minus i madh. Minusi më i madh i Silvinjos është leximi i lojës. Leximi i lojës sepse siç po e them, trajneri është kirurg dhe duhet ndërhyj atëherë ku duhet. Silvinjo minusin e tij më të madh e ka tek zëvendësimi, kështu që për mënyrën se si kishte përgatit takimin, është mënyrë deri diku pozitive, por ka dhe kundërshtimet e veta, sepse në qoftë se ne do kërkojmë që ta mundim Serbinë në shtëpi, nuk mund ta mundim Serbinë duke ne gjithkohës në blok të mesën duke e prit. Ne do të ishim më entuziastë, do të ishim më agresiv. Minutat e para do të presonim më lart, sepse vetëm atëherë pastaj edhe ata do të çliroshin nga ndjenja e tyre. Çfarë shihet të lë fakti që ndeshën Shqipëri-Serbi është një detaj i komentuar nga të gjithë të huajt, jo vetëm shqiptarët, por nga të gjithë faqet e huaja në rrjetet sociale, që janë marrë vetëm 3 kartona të verdhë dhe një prej tyre ishte i Shqipërisë, vetëm një, ishte Berat Imshiti dhe ishte pjesë e një gjë që iku sulmuesit, nuk është se ishte pjesa e atij agresivitetit që është deri në limite. A të thot gjë kjo apo është diçka e parëndësishme, si ta thuash? Për se më thot mund diçka kjo, po problemi këtu është që ne kërkojmë që të luajmë futboll. Dhe futbolli ka ca rregulla, duhet të jesh agresiv, duhet luftosh për çdo top. Nuk është se ne po bëjmë boks ndaj serbëve dhe ato po luajnë futboll ndaj nesh. Pra në momentin që ti luan futboll, në momentin që ti person lart, në momentin që ti driblon mirë, në rast konkret Mario Mitaj, që do thoja është një brazilian në ekipin ton kombëtar, nuk ka lidhje me ekipin ton kombëtar Mario Mitaj. Mario Mitaj i përshtatet një kombëtar tjetër, sepse është Flori. Po ta shohësh mënyrën se si performon në lojë, nuk ka lidhje me ekipin ton kombëtar. Mario Mitaj në mënyrën se si e topin në zonat aq ngushta, tregon që ka personalitet. Pra vetëm me disa personalitete si puna Mario Mitaj mund ta fitonim neshën. Sigur 3 veta kishim si Mario Mitaj në fush? Ne kishim 3 veta dhe pastaj vjen puna se nuk fituam ndaj Serbisë, por nuk fitojnë ndaj Serbisë sepse të duan 11 veta. Të duan 11 veta ndaj Serbisë. Prisja më shumë nga Gjimshiti. Prisja më shumë nga Ajeti. Do thosh ti nuk kanë humbur gol, nuk kemi mësuar gol, kemi mësuar, po ti shohësh duelet fizike ndaj Mitrovicit ka fituar 7 herë gjitha topat në ajër.
Jo, në fakt, dyshja e qendrës mbrojtjes ka qenë një nga ditët më të këqija, por fati i tyre ishte që ishte krahu mbrojtjes në ditën më të lartë, ishte i blinduar dhe nuk po lejonte shukrosin në fakt. Po tani, nëse do më tregu veten, tregohet nesër me Greqinë, tregohet nesër me Serbinë. Po. Nëse do më tregu veten, e tregon nesër me Mitrovicin. E tregon veten me Vlahovicin. Po ndërkohë që ty të vjen topi 70 metra topa gjatë, ti kap gjitha Mitrovic me kokë, ty të krosot topi dhe t'ja ka përsëri topi me kokë Mitrovic, atëherë ti ke dështu. Nuk ka rëndësi, po, shumë, po. Fati po për ne fakt pra nuk du të kemi personalitet. Personalitet do të thotë me maj topin aty ku nuk mundet me dikush tjetër. Personalitet do të thotë më uçur në ajër kur nuk çohen të tjerë. Personalitet do të thotë më organizu atë linjën e mbrojtjes. Pas Geri Çipin kemi pas Lorik Canën që shikoshe spërkat, shikoje një lloj dueli me kundërshtarin që e ekzistoshin njerëzit. Kështu që Berati është lojtar shumë pozitiv, po i mungon agresiviteti, i mungon shpirti i liderit, është shumë i butë. Është shumë i butë. Mendoj që jemi me fat që morëm pikë, por ekip më dobët Serbia në 2 dekada se ç'kishte në Tiranë, nuk ka për të pas ndonjëherë dhe ne kemi humbur shans shumë madh për fituar. Ditmar, ti je vet trajner. Unë kam dëgjuar konferencën për shtyp të Silvinjos pas ndeshjes së dieshme dhe teksa u pyetën nga gazetarët se përse ishte Eri Mana që quajti penalltin, ai dha një arsye tim i cili nuk e di, dua që edhe mendimin tënd, sepse ai tha që ne sa herë kemi një ndeshje të caktuar, gjithmonë bëjmë në stërvitje ato seancën e goditjes së penalltive dhe në fund unë mbaj shënimet se kush do ta gjojë penalltin. Për shembull, tha kundër Anglisë, ishte Yasir Hasani për gjetur penalltin, nëse do kishte mundësi për gjetur penallti. Në një ndeshje tjetër do ishte Bajrami, në një tjetër Manaj dhe sot edhe po prap Manaj. A ka sens kjo që do ndryshohet? Jo, po këto janë alibi. Do të bëj pyetje unë ty Claudio, por edhe për gjithë. Po. Teleshikuesit dhe ato që do na ndjekin. Kush e humbi penalltin? Silvinjo, po, padyshim. A ka humbi Silvinjo? Po si mund t'ja lësh penalltin ti Manajt, jo se penalltia nuk humbet. Ai Manaj unë kam shumë respekt për atë se është lojtar që e ka dhënë shumë për kombëtarën, por dhe nuk mund ta kryqëzojmë Manajn pse ka humbur penalltin. Ne do kryqëzojmë trajnerin pse e lën Manaj penalltin. Ta japun ty argumentin. Argumenti është këtu. Si ka mundësi Interi ja beson penalltin Aslanit dhe ekipi jon kombëtar nuk e beson Aslanit. Më jep pak përgjigje se unë nuk më del llogaria. Është akoma më e bukur për faktin se Mana ishte praktikisht lojtari më i dobët në fushë në atë moment dhe nuk bën as sens logjike situatës, sepse le të jetë lojtari më i dobët, nuk është ka problem. Le të jetë lojtari më i dobët. Kto janë gjëra që vendosen para takimit. Kto janë gjëra që vendosen tek dhomat e zhveshjes. Detyrat tekniko-taktike, kur bjen goditje standarde për ekipin kundërshtar, dihet se ku pozicionohen lojtarët. Penalltia kur na bjen ne dihet se kush i godet goditjet standarde, gjithë ato janë të paracaktuara nga trajneri. Por më bën përshtypje si ka mundësi trajneri nuk ja beson Aslanit një goditje shumë i mirë i penalltive dhe goditjeve standarde në një takim siç është Serbia, po ja beson Manajt. Tu nuk më del ajo përgjigje që unë pres. Jo vetëm mu, po dhe gjithë spektatorëve, po dhe ju gazetarëve. Jo, po pyetja ime për ty është kjo, a bën sens apo e ke dëgjuar si Pinjo, sa ka humbur penalltin Manaj. Po, a bën sens kjo, e ke dëgjuar si histori diku tjetër, sepse ti je vetë në një klub dhe unë paktën me ai sa di për futbollin është që trajneri i një klubi e lë një futbollist të gjojë penalltin deri në momentin që ai humbet 2-3 herë, pastaj mund të rishikojë vendimin për ta hequr atë. Pra fakti që ti ke lojtar vetëm 2 ditë në stërvitje, ti bën thjesht atë seancën e gjojës penalltive dhe një herë tjetër mund dalin dhe Gjimshiti më mirë në seancën vitore, po s'do thotë kjo që Gjimshiti gjojë penalltin. Si mund të ndryshohen emrat kaq shumë shpesh, pra ndeshje për ndeshje, një herë është Hasani, një herë Bajrami, një herë Gjimshiti, një herë Manaj, gjithmonë Silvinjo kur erdhi na bëri që dashuroheshim të gjithë me punën e tij. Momenti që shkoi në Europian, Silvinjo ka bërë një regres total në drejtimin e ekipit kombëtar. Pse? Zëvendësimet gjithmonë dihen minutës se kur do bëhen. Po. Janë gjithmonë të fiksuara. Mbas minutës 60 që është zëvendësim, vjen minutë 75 e me radhë. Deri në 85 që gjithmonë në 85 i ka 2 zëvendësime.
Pra njerëzit shikojmë, ne shikojmë. Ka edhe takime që s'du të bësh asnjë zëvendësim, sigurisht që po, kur ty e ke mirë, ty nuk të kërkon asnjëri zëvendësim, më mirë lere që ke 11, pra jo gjithmonë do të jesh i parashikueshëm. Trajneri sot paguhet me lexu lojën, trajneri sot paguhet me ndërhyn lojë atë kur duhet. Nuk paguhet trajneri kombëtarëve vetëm me bë listën e grumbullimit edhe me bë stërvitin, sepse stërvitin nuk e bën Silvinjo. Stërvitin e bë stafi i tij që është. Po. Silvinjo është vetëm për pjesën taktike, prandaj quhesh dhe menaxher i ekipit kombëtar. Mendoj që Silvinjo nuk ishte gati dhe nuk donte që të rrezikonte për ta fituar takimin, ishte frikën e humbjes, me humbje pastaj i rrezikoi dhe soli jashtëzakonisht. Mendoj që ka një regres në drejtimin e këtij ekipi tonë. A shikon pak më shumë football Silvinjo në këto kohë, më shumë ndje më gjithmonë thotë zgjedhja ime, bëra unë, shpëlqesia ime, zgjedhja ime, sepse në fund fare ti u mbet ato që sapo the, pra humbim 2 pikë dhe një shans të ardhë kundër një Serbie që ne nuk e kemi parë dhe kaq dobët paktën në këto vitet e fundit. Dgjoj, Serbia ka shumë probleme brenda. Dhe ato probleme që ka brenda reflektohen dhe në fushë. Mendoj që ne duhet kishim shfrytzuar mundësinë më të mirë sepse ishte mundësi jashtëzakonisht shumë e mirë. Po të marrësh ti ke 5 futbollistë të Serbisë që të kanë performuar vetëm me 40% të tyre. Po ti marrësh, shikoj me vëmendje, shikojnë gjithë takimin, nuk është se serbët donin që ta fitonin ndeshjen. Ne kishim frikë ndaj tyre, ndërsa ato me këto probleme e brendshme të tyre nuk është se të kërkonin dhe ato që ta fitonin me do e mos takimin. Silvinjo mendoj duhet shikuar në ndeshjet në vazhdim. Ka një takim shumë vështirë në Letoni që për opinionin publik mendohet që është takim i lehtë, por unë personalisht nuk mendoj që është takim i lehtë, se Letonia është ekip shumë fizik, Letonia është ekip që hap shumë punë në goditje standarde në rivenet anësore, dhe mbi të gjitha ne me vendet baltike nuk kemi pasur histori. Është takim shumë pozitiv, uroj shumë që të fitojmë në Letoni dhe të vazhdojmë të jemi në vazhdimsinë pozitive që do kemi për në kualifikuesit e botrorit 2026. Por rruga është e vështirë, rruga shumë e vështirë, nuk është se kemi rival vetëm Serbin, mendoj që edhe Letonia do jetë rival sepse është Ditmar, kur do vijë ajo koha që Shqipëria të ketë një ekip konsoliduar që të bëjë 2 ndeshje bashkë njësoj, që lojtarët bëjnë 2 ndeshje bashkë njësoj, sepse ne sot nuk do të prek emra, por një flasin për mana që bën atë lojtarin në cili ne nuk marrim pikën njëra shysaj. Pra, lojtarët gjithmonë ndrojnë vendet me njëri tjetrin, si ta thuash, sepse nuk është vetëm problemi i pikës, sepse një pikë e marr, okay, me këtë lloj loje që u bë, ishte prapë e pranueshme, por ajo që ne kemi frikë është fakti se nuk e garanci që lojtarët do të performojnë po një lloj dhe ndeshjet e tjera. Ndeshjet e tjera do jetë Aslani ndoshta keq, apo Bajrami ndoshta keq. Temi është shumë i thjeshtë. Konstatimi është shumë i thjeshtë. Të gjithë futbollistët do të jenë njësoj. Jo njëri nënës e tjetri njerëkës. Në rastin konkret që se ka i futbollist që i haku është Ernest Muçi. Futbollist që e ke provu vetëm një ndeshje me Bullgarinë dhe të ka shënuar gol. Një futbollist që të lunte Beshiktashi nuk e kuptoj se do të bëjë futbollisti që ti t'i japësh minuta. Sepse po të lunte Beshiktashi. Unë se kuptoj tani edhe vetra njërin se çfarë shpjegimi mund të më japi Musi, drejtor teknik i kombëtarës, si presidenti i federatës, sepse trajneri diku jep llogari, por se kuptoj se çfarë argumenti mund të më japë mua kur Muçi dje do të ishte fut në lojë. Minutë 60. Bajramin ne kemi parë shumë ndeshje. Ishte momenti që të fusë Muçin dhe të jepet direktiva, godit portën nga larg. Goditet që ka Muçi, dribling që ka Muçi janë. Ishte vetëm mundësi se mund zgjidhë takimin. Janë manice. Zëvendësimi i vetëm që bëri Silvinjo, unë them që se ka bërë Silvinjo, unë them ka bërë publiku, ishte Daku. Ty Daku ti ka thonë Shkëndijat që minutët e parë që loj, unë kam diskutuar me ju këtu, kam thënë që Daku do fillon nga minuta e parë. Sepse ka metra dhe mbi gjitha është golashënuesi i dytë më i mirë në Rusi.
statistikë më të mirë, më të fortë se kuptoj çfarë do trajnerin. Manaj ka 2 muaj që lutet Sivaspori, ka pas problemet e veta me një ekip që ka rënë kategoria. Mirlin Dagu lu në Rusi tek Rubin Kazan, ka shënu një thes me gola, trajneri se nuk e aktivizon, është puna e tij. Por që nuk unë mendoj që veprohet dy standarde. Me shumë futboll. Po. Sepse shikoj që ka edhe letar pa prekur, Dhe kjo gjë nuk është mirë, duhet të ketë letar, gjithë letarët duhet të gjeni njësoj. Gjithë letarët, futbolli është në bazë të meritokracisë. Kush meriton, kush lun mirë, le të vijë. Rastin konkret kemi Elseid Hysaj. Elseid po ka një futbollist që është masakru. Në opinion publik është Hysaj. Dje Elseid Hysaj ka bërë ndeshjen kartolin karrierës së në ekipit kombëtar. Dhe të gjithë opinionit, të gjithë ato që kanë ofenduar Elseid Hysaj, sot i kanë përtypur ato fjalë. Sepse është vetë fusha që ty tregon prit se futbollin e bukur e duan gjithë. Futbollistin e mirë e duan gjithë. Pse nuk shahet një herë Mitaj? Po nuk shahet Mitaj se Mitaj nuk shahet. Po nuk shahet Mitaj se s'ke çfarë të shash Mitaj. Çfarë do shash Mitaj? Prandaj them. Ditmar, dua të bëj një tjetër diskutim me ty. Kur shikon ato ndeshjen Kroaci-Serbi, mënyrën se si përjetojnë kroatët ndeshjen, ato duelet fizike të ashpra, gjitha këto, duket si një gjë komplet tjetër nga ajo e jona. A e pjellë ti këtë gjë, domethënë që përveç tifozëve të tham, ishin kroatët nga ana e genit janë racë shëndetshme. Kroatët janë racë shëndetshme. Ne jemi racë jo si kroatët dhe jo si serbët dhe jo si bosnjakët. Jemi diçka mikse po. Jemi Osman ka bërë që raca e bukur shqiptare të shartohet. Dhe shembulli më i mirë ke shumë vende që ke edhe shqiptar autokton që duken qartë, ke pastaj edhe shqiptar që folin, por që duhet ta pranojmë pjesën e një nervit munguar dhe të asaj gjëje të cilat me vitet gjithmonë ndryshojnë dhe gjithmonë ne zbutemi, sepse ti vetë je i ndërgjegjshëm që nëse kjo ndeshja Serbi Shqipëri bën në Beograd, situata do të jetë shumë katastrofë. Situata do jetë shumë katastrofë. Populli serb ka diçka. Është shumë e vështirë për shembull ti ndalosh të bërtasin, është shumë e vështirë ti ndalosh, kanë traditë sportive. Dhe tradita sportive ka një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë. Pra është e trashëguar në mënyrë më të mirë. Që të klubet e Zvezdës, e Partizani Beogradit, e Ofi Beogradit, i Vojvodinës, i Novi Pazarit kanë traditë në futboll. Dhe kur vjen puna pastaj te ekipi kombëtar, mblidhen gjithë dhe e kanë në mbështetje. Bën ja, po. Ti je i sigurt që në takimet ndaj Bosnjës, Shqipërisë apo Kroacisë, nuk mund të ketë kur ambient të qetë në stadion. Mundje nuk më ka pëlqyer shumë atmosferë. Nuk është se ishte në atmosferë wow, atmosferë e zakonshme. Disa mundum me botë edhe rolin e patriotit, por që nuk ishte mjaftueshme. Unë prisja stadiumin të ishte zjarr, por të jemi sinqert, jo, nuk ishte stadiumi zjarr sepse shumica ca për selfie dhe disa tjerë pastaj kishin anga me ata që nuk i lejoheshin të bërtisnin shumë. A shen një shans real duke ditur atmosferën që do të krijohet në Beograd, duke ditur gjendjen e ekipit të Serbisë që Shqipëria, që kjo Shqipëri të ketë ndonjë shans për të dalë me pikë në Beogradi? Po shanset janë. Shanset janë, por shansi duhet kërku. Shansi gjithmonë duhet ta kërkosh për fitoren. Nëse ne shkojmë për fitore, duhet futemi në fushë minutë parë për fitoren. Nëse shkojmë thjesht me kalu radhën, atëherë pastaj do jetë e vështirë. Shkalla do jetë shumë e vështirë. Gjithmonë duke llogaritur që do të ketë tjetër temë nga lojtarët e Serbisë, sepse ajo ndeshje e djeshme sigurisht është komplet tjetër nga ajo çfarë na pret. Totalisht, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare, por fati jon uroj shumë
I mirë mund të jetë që takimi të bëhet në Leskovac. Leskovac, po. Me shumë mundësi në një stadium 8.000 vendësh, por Do të ishte histori tjetër, thua. Po. Okej. Dhe për ta. 8.000 veta që do i kesh stadium do i kesh zjarr. Por që ke 8.000 vetë nuk ke 55.000 veta. Kjo është e gjitha. Jo, kemi parë dhe ndeshja me Granit Xhakan me Zvicrën në Leskovac, ishte një farë diferencë si Air Albania me Elbasan Arena, ja shumë larg në përjetimin, në atmosferën, gjithën ata që t'jep stadiumin, nuk do të kishte atë fare të tursin e Beogradit. Pastaj se më ke boj pyetje çfarë që u futa pak te pjesa genetike. Po. Puna kroatëve kisha që në lidhje me serbët, kroatët kanë qenë parë që e kanë fillu luftën në ish Jugosllavia dhe kur vjen puna janë të parë që i kanë qëndru dhëm për dhëm serbët dhe kanë një lloj krenarie që edhe ne du ta kemi tillë. Edhe kur vjen puna pasaj kanë trashëguar tek futbolli, e kanë trashëguar te waterpoli, kanë trashëguar te volejbolli edhe te basketbolli. Po të shohësh ti neshët e waterpolit Serbi, Kroaci, do shohësh jo derbi, po ka lut derbit. Po ashtu edhe neshët e futbollit, do kesh kartona, do kesh raste, do i kesh gjitha. Është ajo që thatë edhe ju që nuk kishe shumë kartona sepse mungoi agresiviteti. Okej, të marrë dhe për ta mbyllur këtë intervistë, për gjithë ata tifozët të cilët kanë marrë ato shihen që kemi marrë ne të gjithë sigurisht pas ndeshjes për një mungesë fitore dhe për 2 pikë të humbura. A beson ose më saktë, si është mendimi jot që si kjo Shqipëri mund të kapi vendin e dytë në grup? Cila është mënyra që kjo Shqipëri të kapi vendin e dytë në grup? Çfarë duhet të ndryshojë Shqipëria, Silvinjo apo gjithë ky ambienti rreth i qarkomtarës? Na duhet me fitu 3 neshët me 2 kundër Letonisë dhe 1 kundër Andorrës. Pastaj të shkojmë Serbi për 2 rezultate. Sepse kemi edhe një takim shtëpinë tonë kundër Anglisë. Mendoj që kemi një mundësi shumë të mirë për në zonën play-off, por i qëndroj besnik mendimit tim që kampionati jon për grupet kualifikuese janë direkt vetëm me Serbinë. Duhet kishin fituar në Tiranë dhe të shkonin pastaj në Serbi për 2 rezultate. Kemi prapë shpresë, por të jemi realist, shkalla e vështirësisë në Serbi do jetë jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe në fund pret diçka i ndryshim për pjesën për shembull për Ernest Moçi që ne po flasim, mendon se do të ketë minuta për të me Letonin? Po ka ardhur momenti ta shohim një herë Moçin me kombëtarën. Nuk e di pse nuk preferohet Moçi, nuk e di pse nuk preferohet Uzoni, nuk e di pse nuk preferohet Daku. Nuk e di pse nuk preferohet Ismaili në rastin konkret që duhet të jetë edhe ai pjesë e 11-shës titullare sepse ka dhënë shumë për ekipin ton kombëtar dhe ka qenë gjithmonë në top level. Mendoj që ekipi duhet të ketë edhe rotacion. Ekipi duhet të funksionojë edhe për futbollistët që kanë peshë kur nuk performojnë mirë turën stol. Vetëm konkurrenca na bën që shkojmë përpara. Është drejt. Okej, kjo ishte intervista me Dietmar Bica, Dietmar të përshëndes dhe uroj që të jemi sërish pas ndeshjes me Letonin për të bërë një tjetër analizë për të qenë pak më të ftohtë për të kuptuar se ku jemi dhe çfarë na ndan këto ndeshje të qershorit. Faleminderit. Faleminderit.